Portaleve të Shqipërisë për t'i helmuar shqiptarët, mblidh dhe hidh jarg urrëtie politike pasqyr më pasqyr. Ulshuan nëpër Europë me thas, balte e llumi proverbiale krejt, edhe ajo çka ndodhi me të ashtu quajturën vizitë treditore në Ministrinë e Jashtme në Berlin. Në fakt, për ta zhgaravitur Shqipërinë në sytë e partnerëve tanë kudo ku ishte e mundur. Kryeministri Edi Rama, në shënimet e javës, zgjodhi të sulmojë opozitën dhe të flasë për integrimin evropian. Rama deklaroi se molotovarët e Tiranës u përpoqën të dëmtonin imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, duke i cilësuar protestat e opozitës si një ofensivë energjie negative për të bllokuar rrugën europiane të vendit. Sipas tij, opozita u lëshuar rrugëve për ta djegur Shqipërinë në sytë e botës, ndërsa akuzoi kundërshtarët politik se shpërndan helm politik në media dhe në kancelaritë europiane. Kreu i qeverisë theksoi se me 26 maj, në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian do të shënojë mbylljen me sukses të fazës hyrëse dhe hapjen e fazës përfundimtare të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimi Evropian. Rama e mbylli mesazhin me një ton simbolike, duke deklaruar se Shqipëria do ta vendos flamurin e Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit në oborrin e Shtëpisë së Madhe të Europës së Bashkuar. I pyetur për çështjen e Belinda Balluku, e cila është vënë nën hetim për shkelje të barazisë në procedurat e prokurimit publik, Rama minimizoi situatën dhe mohoi çdo lidhje me korrupsionin. Ky nuk është rast korrupsioni. Prokuroria nuk po e akuzon atë për korrupsion, deklaroi Rama. Në reagimin e tij, Rama nuk tha asnjë fjalë edhe për deklaratat e fundit të Ferit Hoxha. Kryeministri shmangu gjithashtu komentet për mosparaqitjen e tij në kuvend. Edhe pse në kuvend janë ngritur akuza të forta për mungesat në sistemin shëndetësor, Rama nuk i preku fare këto problematika në komunikimin e tij publik.